Përfundon edhe etapa e fundit e të gjithë procesit zgjedhor maraton këtë vit në qytetin e Vlorës. Numërohet edhe vota e fundit që ka ardhur nga emigrantët në diaspor, vote cila jep edhe verdiktin final të listës totale me 12 deputetët nga qarku i Vlorës, pasi ende me votat në rang qarku të grumbulluara brenda vendit kishte dyshime për emrat e fundit që do të përfaqësonin Vlorën në këtë listë të deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Për shkak të procesit të votimit dhe numërimit të votave të diasporës, si dhe numërimit të votave në rang qarku për subjektet politike dhe kandidatët preferencial, procesi zgjedhor në Vlorë zgjati më tepër se 9 ditë, duke shënuar një afat më të gjatë kohor se të paktën fushatat zgjedhore të kaluara. Përfundimi i numërimit të votave të diasporës dha në Vlorë edhe verdiktin e fundit zyrtar, i cili ishte në pikpyetje prej disa ditësh, një garë elektorale mes kandidatëve për deputet në qarkun Vlorë, Klevis Kaso dhe Vasil Llajo, diferencë e ngushtë me 272 vota e kandidatit Vasil Llajo, ndaj ish nënkryetarit të Bashkisë së Vlorës, i linte të gjitha mundësitë hapura për një ndryshim rezultati në diaspor. Votat e emigrante kanë qenë ato të cilat zbuluan emrin e fundit të deputetit të nënt, i cili shkon në Kuvendin e Shqipërisë nga qarku i Vlorës. Vasil Llajo ja ka dalë të marrë më në fund më shumë vota edhe në diaspor, duke qenë ai numri 9 i Partisë Socialiste që shkon në kuvend. Ndërsa çfarë bie në sy është fakti se në diaspor emrat më të votuar të kandidatëve për deputet ishin në të njëjtin trend si në rang qarku. Të njëjtët emra që morën më shumë vota në rang qarku nga subjektet politike morën edhe në diaspor. Nga qarku i Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë do të shkojnë 9 deputet të Partisë Socialiste, të cilët janë 4 në lista të mbyllura: Bledi Çuçi, Eriona Ismaili, Piro Vongu, Zamira Sinaj, si dhe 5 nga listat e hapura: Damian Gjiknuri, Vullnet Sinaj, Brunilda Mersini, Ardit Bidu, si dhe Vasil Llajo. Do të shkojnë 3 deputet ndërkohë nga listat e mbyllura të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Bujar Leskaj, Ina Zhupa dhe Vangjel Dule. Për votat e diasporës ka patur mjaft kontestime edhe nga partitë politike në rang vendi. Përsa i përket votës së diasporës, ato në rang vendi ndryshuan verdiktin final për vetëm 2 kandidat për deputet: Adir Doxha nga lista e mbyllur e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në Vlorë, i cili humbi mandatin dhe një ndryshim brenda radhëve të Partisë Socialiste në qytet, ku në rang vendi fitoi mandatin e deputetit Blerina Gjulameti, ndërsa me votat e diasporës këtë mandat e fitoi më pas Olta Xhaçka.